Përshëndetje, sot kemi ardhur të bëjmë një kontroll të fundit, por dua t'ju tregoj diçka karakteristike. Po të shikoni këtu, ti kyrja, ky konsiderohet, ose unë konsideroj formacion mbrojtës nga grerzat dhe sulmusit e tjerë ose bletët hajdute. Ky lloj formacioni nuk ka shanse që ti afrohet grerza. Kjo ka rojen pak më të ullët, edhe kjo nuk ka. Edhe kjo ka formacionin e saj mbrojtës, shumë të mirë. Kjo pak më të ullët, formacion mbrojtës shumë i mirë. Pak më të ullët, por jo. Duket që edhe kjo ka formacionin, sa po ndjeu që unë jam përpara kosheres. Formacion mbrojtës. Kjo është një formacion mbrojtës spektakular, kështu duhet. Akoma më i mirë, super. Kjo këtu është bosh. Shikoni formacionet mbrojtës e këtu, të kolonit e tjera, shikojeni. Shiko se si dridhet të gjithë të bletët që janë në balkon në momentin që afrohet një blet joe ose një grerzë. Edhe në parkun tim ka shumë grerza, por them se ja të kemi një grerzë tek po e sulmon kolonin, por me atë lloj informacioni mbrojtës nuk ka shanse që të hyjë. Kjo këtu që nga në super punë. Këto janë bukfast, karnika. Kjo këtu pas ka një formacion pak më tullet. Këto janë, shikoni pak, se si të gjitha bletët në një farë mënyre kanë formacionet e tyre mbrojtëse ndaj grerzave. Kjo kolonia këtu është spektakolare, kemi kapur rojitje. Këtë koloni këtu kemi kapur rojitje, është me pa korniza, ka 4 korniza, pjesën tjetër e ka hoje të ndërtuar vetë. Do ja tregoj një sekundë. Shikojeni pak se sa të rrezikshme në janë kthyer grerzat. Kanë ngrirë felizolet për të gjetur rrugë për të ardhur, për të vjedh nga ushqimi, sepse nga pjesa brenda nuk ka shanse që të duket. Nuk e di sa duket. Hojet e gjithë kjo pjesa këtu. Kjo pjesa këtu deri këtu është ndërtuar me hoja nga vetë bleta. Këta janë korniza, 4 korniza që unë ja kam futur dhe i ka ndërtuar. Kjo bletë është në gjendje spektakolare. Të 10 pjesa që shikojmë këtu kishte pak probleme me mbrojtjen, e pash që binte pre sulmit shpejt dhe mundova t'i ngushtoja pak hyrjen. Te kjo kolonia këtu, ja t'i keni grerzat që tentojnë të sulmojnë apo bletët e huaja, edhe këto mbrohen jashtëzakonisht shumë mirë. Te kjo kolonia këtu kemi pasur një problem, një tip paralize, por themi se ka marrë vetën. Shikojeni pak formacionin mbrojtës të kësaj kolonie, spektakolare. Pra duhet ju them cila është ideja e kësaj videos. Ideja e kësaj videos është që ne duhet të mbajmë gjithmonë koloni sa më të forta. Të gjithë nukleuset, çfarë shikoni këtu, janë të gjithë me 6 rrugë. Pjesa kryesore, më e madhe, janë me 6 rrugë, me 5. Kjo këshire këtu ka qenë në nukleus dhe ka kaluar në këshiret madhe, sepse kishte ritme shumë të mira. Ndërsa nukleuset që shikoni me pak blet në hyrje, janë nukleuset më të vogla. Edhe njëherë, konkluzioni i kësaj video është që mbani koloni
sa më të forta për të rezistuar sulmeve të grencave. Do mundohem, do shoh në qoftë se do ke mundësi t'ju bëj ndonjë video se si paraqiten nukleuset brenda. Jemi duke bërë kontrollin e nukleuseve dhe këtu po shohim diçka jo normale. Këtu duhet kemi ose mamën, që ato po përpiqen ta vrasin, ose diçka të huaj duke vrarë mamën e tyre. Tani pse ndodh, domethënë shumica e bletarëve ankohen për humbjen e mamave. Kjo ndodh për disa arsye të ndryshme. Ato i vrasin për arsye sepse mama ndoshta nuk jep produktivitetin e duhur dhe ato e shohin të arsyeshme që ta vrasin. Tani në këtë rast unë bëj një metodë të tillë. Më falni për videon e keqe, por tani do ta lyej me mjalt plotësisht që të humbasim atë instinktin e vrasjes dhe me shpresën që ato t'i japin dhe një mundësi tjetër. Ja të kësh mama tani, ato po merren tërësisht me mjaltin. Gjithsesi do bëj një kontroll se mbase kjo është një mamë tjetër që ka hyrë nga jashtë dhe ato po e vrasin.